Komanda qendrore e Shteteve të Bashkuara ka njoftuar se forcat amerikane kanë kryer një operacion ajror ndaj objekteve nëntoksore të raketave balistike të Iranit, duke përdorur bombardues të padukshëm nga radarët të tipit B2. Sipas deklaratës së publikuar në platformën X, bombarduesit, të armatosur me bomba 910 kg-she, kanë goditur objektet e përforcuara që konsiderohen pjesë kyçe e infrastrukturës strategjike ushtarake iraniane. Zyrtarët ushtarak theksuan se objektivat ishin struktura të ndërtuara thellë nën tokë, të projektuara për t'i rezistuar sulmeve ajrore. Përdorimi i avionëve B2, të njohur për aftësinë e tyre për t'u shmangur radarëve, synoi të siguronte një goditje të saktë dhe efektive ndaj këtyre objektivave të mbrojtura. Ndërkohë, analistët që monitorojnë të dhënat e fluturimeve me burim të hapur, raportuan lëvizje të pazakonta të këtyre bombarduesve përpara sulmit, duke ngritur dyshime për një operacion të afërt. Sipas informacioneve të bëra publike, gjatë operacioneve është konfirmuar edhe vrasja e liderit suprem të Iranit dhe disa zyrtarëve të tjerë të lartë shtetëror. Situata në rajon mbetet e tensionuar, ndërsa pritet reagimi zyrtar i autoriteteve iraniane dhe zhvillimet e mëtejshme në teren. Ministri Britanik i Mbrojtjes, John Healey, deklaroi se Irani ka lëshuar 2 raketa drejt Qipros ku ndodhen bazat ushtarake të Mbretëria e Bashkuar. Sipas tij, autoritetet britanike janë mjaft të sigurta se raketat nuk kishin në shënjestër bazat britanike, por incidenti tregon, siç u shpreh ai, se sa e pakontrollueshme është hakmarrja e Iranit. Sipas transmetuesit izraelit Channel 12, të dyja raketat e lëshuara drejt Qipros ranë në det, pa shkaktuar dëme apo viktima. Ngjarja vjen në një klim tensionesh të larta në lindjen e mesme, pas përshkallëzimit të përplasjes mes Iranit, Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit. Një ditë më parë, kryeministri britanik Keir Starmer konfirmoi në një fjalim drejtuar kombit se Mbretëria e Bashkuar nuk ka marrë pjesë në sulmet e ndërmarra nga SBA dhe Izraeli kundër Iranit. Ai theksoi se Londra nuk ishte pjesë e operacioneve ushtarake, por paralajmëroi për rrezikun e një përshkallëzimi të mëtejshëm në rajon. Megjithatë, Starmer bëri të ditur se avionët e forcave ajrore mbretërore, RAF, janë vendosur mbi qiellin e lindjes së mesme në orët e fundit, në kuadër të operacioneve mbrojtëse për vendet arabe aleate të Londrës. Sipas tij, këto shtete janë shënjestruar nga përgjigjja e Teheranit, pasi në territorin e tyre ndodhen baza ushtarake amerikane. Kryeministri britanik përsëriti gjithashtu thirrjen për shmangje të çdo përshkallëzimi të mëtejshëm, një qendrim që Londra e ndan me Francën dhe Gjermaninë. Ai theksoi se situata kërkon përmbajtje dhe diplomaci për të parandaluar përhapjen e konfliktit në përmasa më të gjera rajonale. Në deklaratën e tij, Starmer nuk artikuloi kritika të drejtpërdrejta ndaj sulmit izraelito-amerikan, duke theksuar se përgjegjësia për tensionet bie mbi Republikën Islame të Iranit. Irani mund të jap fund kësaj, tani, u shpreh ai, duke nënvizuar se zgjedhja për të ndalur ciklin e përshkallëzimit mbetet në duart e Teheranit. Zhvillimet e fundit tregojnë se situata në lindjen e mesme mbetet e brisht, ndërsa fuqitë perëndimore po përpiqen të balancojnë mbështetjen me aleatët me thirrjet për depërshkallëzim diplomatik.